kjo pjesa e qetësisë, se kjo duhet diskutuar, se dikush mund thojë ju bëni akuza që ka kriminalitet, ka grupe të aktivizuara, ka tendencë dhunuese nga pushteti, a ekzistojnë, po sigurisht ekzistojnë, janë të shfaqura dhe prezente në formën edhe tensioni që ekziston edhe tek publiku, dhe në përgjithësi edhe të mënyrës se si vetë i qaset fushatës elektorale, pikërisht majoranca, me mënyra dhe format e saj. Pra, nëse themi është e qetë, nuk është as pak e qetë, dhe kjo qetësi pritet, domethënë, të shprishet në këto ditët e fundit, që ju e thatë, është java fundit, këtu rritet tensioni, nuk është tension emocional, apo thjesht tension psikologjik, është dhe organizativ, është ajo pjesa se si finalizon pushteti dhunën për të devijuar vullnetin dhe për të kapur votën e qytetarëve, sepse në një situatë krejt normale, që do ishte tamam realisht e qetë, atëherë majoranca pasqyron dhe ajo mënyrën se si e ndërton komunikimin me publikun, mund t'i referohet arritjeve, mund t'i referohet çka do të bëj deri në 2029-ën.